Rajoni i Shkodrës është në një rrezik të përhershëm nga përmbytjet, tërmetet apo edhe zjarret. Me qëllim parandalimin e tyre në prefekturë u zhvillua një mbledhje ndërinstitucionale. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Emergjencave Civile Haki Çako tha se në Bushat do të ndërtohet një qendër për emergjenca civile për të vijuar më pas me ndërtimin e të tjera qendrave të tilla në vend për menaxhimin e fatkeqësive natyrore. Ky është një mbështetje buxhetore financiare për një nga projektet më të rëndësishme në konsolidimin e sistemit të mbrojtjes civile në Shqipëri. Ndaj dhe projekti Erisil është pikërisht një vizion i krijuar me partnerët tanë për të rritur rezistencën në menaxhimin e të gjitha fatkeqësive natyrore që ekspozojnë Shqipërinë. Në mënyrë të veçantë, Shkodra, për fatin e keq, është një nga qarqet më të ekspozuara pothuajse në 4 nga fatkeqësitë natyrore të identifikuara në dokumentin kombëtar të zvogëlimit të rrezikut nga fatkeqësitë. Edhe qeveria shqiptare tashmë ka vendosur fokusin në mënyrë absolute në investime apo dhe në mbështetjen e të gjitha njësive të mbështetit vendor në mënyrë të veçantë të bashkive në qarkun e Shkodrës, në Bushat. Do të ngrihet qendra rajonale e ndërhyrjes emergjencave civile, e cila do të mundësoj rritjen e kapaciteteve operacionale, teknike dhe ndërhyrëse për të qenë sa më pranë bashkive, njësive të pushtetit vendor dhe njësive administrative apo dhe institucioneve të qarkut të Shkodrës për të menaxhuar sa më në kohë reale që të gjitha fatkeqësitë natyrore. Është një investim i qeverisë shqiptare, i cili do të vijojë më pas natyrisht edhe me krijimin e disa qendrave të tjera rajonale në nivel kombëtar, në Piniq të Vlorës, qarkut të Vlorës, por edhe jemi duke projektuar edhe në 2 qendra të tjera, një në Veri, në Burrel dhe një mbase në Korçë. Randy Davis, përfaqësuese e UNDP në Shqipëri, dhe Philip Arnold, zëvendës kryetar në ambasadën zvicerane, deklaruan se është e rëndësishme që përmes projektit Resale, që ndodhet në fazën e dytë, të ketë një fokus ndaj fatkeqësive natyrore dhe parandalimin e humbjeve ekonomike. Not just here in Albania, but around the world. Nuk është vetëm Shqipëria një moment të tillë dhe këto fatkeqësi po shtohen kudo. Kemi ngritur në një terren shumë të mirë për menaxhimin e këtyre politikave, kemi punuar që në 2019 dhe kemi marrë mësime të fuqishme nga ajo që kemi bërë në këtë rajon. Ka patur politika për parandalimin e fatkeqësive natyrore dhe ne kemi financuar projekte lidhur me ndryshimet klimatike. Sot po tregojmë një mbështetje të vazhdueshme për rritjen ekonomike në rajon. Mbetemi të angazhuar që t'ju mbështesim. Albania, and I think that also shows that we ka një rrezik të madh nga fatkeqësitë natyrore, bora, orteqet, përmbytjet apo zjarrit. Kjo nisëm synon të përmirësoj menaxhimin e fatkeqësive natyrore dhe të forcoj projektin në Shqipëri. Këtu mbulohen disa pika si decentralizimi, zhvillimi rajonal, ujërat dhe kemi një portofol të gjerë. Shkodra ka thatësirat, përmbytjet, zjarret dhe rrezikon njerëzit dhe çon në dëme ekonomike. Ky projekt do ndihmojë në parandalimin e fatkeqësive dhe synojmë një mbështetje këtu ku rreziqet janë të larta dhe do ketë pasije për të mbrojtur popullatën. Një angazhim serioz i juaj është thelbësor për zbatimin e këtij projekti dhe synohen rezultate për popullsinë dhe bizneset. Ndërkohë, kryetarët e bashkive të qarkut Shkodër treguan problematikat me të cilat përballen, duke thënë se janë emergjente investimet dhe pajisja me mjete të ndryshme për përballimin e fatkeqësive natyrore. Shkodra është një nga qytetet më të ekspozuar për sa i përket aspektit hidrologjik. Dhe kjo sikur se ka potencialin e saj zhvillimit ekonomik apo turistik, nga ana tjetër ka edhe efektet negative për sa i përket përmbytjeve dhe fatkeqësive natyrore. Dhe shpresoj shumë që ky plan që ne po ndërtojmë sot të vijë një fazë tjetër po ashtu të rëndësishme, e cila do të jetë investime në infrastrukturë dhe në pajisje për me zbatu planin kur fatkeqësitë natyrore ndodhin. Përkatësisht shumë po flas për Bashkinë e Vallëdhësit, e cila ka pas problematika shumë të mëdha në përmbytje si dhe në zjarrvendje. Bashkia e Vallëdhësit me gjithë stafin e saj do të jetë angazhuar maksimalisht te ky projekt që të bëjmë diçka të mirë dhe të vlefshme për gjithë territorin e Bashkisë së Vallëdhësit dhe qytetarët e saj. Para pak ditësh
Bashkia Puks halli një gjobë se nuk kishe një projekt tillë strategjik për emergjencat civile. Kështu që tashme po bat realitet nëpërmjet këtij projekti shumë ambicioz, kuptohet, Bashkia Puk kërkohet një plan i tillë, kërkohen investime në fushën e mbrojtjes nga zjarret, për sa i përket erozionit. Puka ka edhe politike që kanë qenë para 30 vite në sistemin e kaluar. Kanë bërë mujtën që shumë zona të zhvishen. Kërkesat tona kanë qenë vazhdueshme për me jarënim këtyre banorëve, por ana pjesa ekonomike ka bërë pa mujtën këtë dhe shpresojmë që tek plani strategjik për mbrojtjen civile përfshihen dhe të merren parasysh gjitha këto. Unë nuk është problemi se na kemi një inspektim edhe normal se mos kryerja detyrave në shkollët edhe me gjup. Unë si bashki me sipërfaqe shumë madhe dhe 100 km2, 650 km2, është potencialisht si bashki, po edhe riskun e ka të madh në emergjencën civile, ngrohja e klimës, proceset midisore që kanë ndodhur, sepse rrethohet nga një vijë 75 km vijë ujore, se edhe ajo nikon në shumë problematika të cilat si bazë të erozioneve, si në faktor të klimës. Po pse do të ruajmë bashkinë e Fusharësit, e s'do të ruajmë bashkinë e Lushtjes? Po ka një specifika të ndryshme, sepse bashkia e Fusharësit ka një sipërfaqe pyjore, mjedisore, e cila është lider në sekuestimin e karbonit. Duke ruajtur këta, nuk jetë ruajtur thjesht një pyll, apo si të bësh thjesht ndërhyrje, po jetë ruajtur një fabrikë e cila prodhon, sekuestron kaq karbon, miliona metër kub karbon, që pastron atmosferën edhe i jep Shqipërisë atë që nuk e kanë, ose gjitha. Ne kemi nevojë edhe për pajisje, programe të shoqërore me pajisje. Faza e dytë e projektit Resale nis në Shkodër me fokus në përditësimin e vlerësimeve të riskut, forcimin e kapaciteteve lokale dhe i përsëritjen e modeleve të suksesshme për qëndrueshmëri afatgjatë sa i përket menaxhimit të fatkeqësive natyrore. Pas takimit u realizua edhe një demonstrim kërkim shpëtimit nga forcat e sigurisë kombëtare në Shkodër.